Ne tash do të flasim për artroskopinë si një zgjidhje moderne. Çfarë është artroskopia? Artroskopia pra është kur hyrja në organizëm përmes disa premje të voglave dhe përmes një kamere. Kjo përdoret edhe në kirurgjinë abdominale në barë, që quhet laparoskopi, po në koncept është e njëjtë edhe në ortopedi. Artroskopia do të thonë me hyrë një instrument brenda në nyje. Artroskopi ka të ndryshme, fillimisht e para që është bërë të gjunit, pastaj ka filluar e krahut, tash bëhet edhe artroskopia e kërdhokullës, e nyjes, artikulacionit talokrural, e brylit, e kyçit të dorës e kështu me radhë. Pra qëllimi është për dallim prej metodave konvencionale, që me pas pacientët më të qartë, ndërhyrja përmes metodës së hapur ka qenë më herët. Mirë, po çdo ndërhyrje kirurgjikale kur e pren lëkurën dhe indet e tyre, edhe operacioni më i mirë bën damë gjatë rrugës. Domethënë krijohet fibroza kështu me radhë. Për këtë arsye tash me mjekësinë moderne, domethënë trajtimi është përmes disa premjeve të vogla, që ndërhyrja në organizëm dëmi që mund të bëhet prej kirurgjisë të jetë sa më i vogël dhe efekti sa më i madh. Kjo pra është artroskopia dhe përmes të cilës na mundet me trajtu shumë sëmundje të ndryshme të krahut. Çka e dallon artroskopinë prej metodave të vjetra? Artroskopia është, siç e thash, pra është metodë moderne, përveç kësaj që sapo përmenda që nuk hapet për shembull krahu komplet 10 ose 15 cm, bëhet përmes një premje të vogël, cila është 1 cm, për shembull brenda në krah, bëhet një premje e vogël përpara, mbrapa, nganjëherë edhe anash, që është veç 1 cm, hyn kamera brenda, e sheh patologjinë, ndërsa përmes portalit tjetër, përmes premjes tjetër, bëhet rregullimi i patologjisë edhe dilet jashtë. Kjo përveç damën që nuk e bën shumë të madhe dhe gjakderdhjet pas operacionit janë shumë më të vogla dhe komplikimet e tjera janë shumë më të vogla. Po ashtu ndihmon në rehabilitimin e pacientit. Pacienti shumë më shpejt kthehet në jetën e përditshme kur ndërhyrja nuk ka qenë shumë e madhe. Kur vihet në pa një artroskopi në shpatull? Arsyet më të shpeshta pse bëhet artroskopia e krahut është kur kputet tetivat brenda krahut, të cilat ndihmojnë supën me çu lart edhe me ndihmu, domethënë krahun me lëviz. Arsyeja numër 2, domethënë më e shpeshta, është kur kemi luksacion të krahut, dalja e krahut nga vendi. Po ashtu, siç e përmendëm më herët, mund të bëhet përheqje në gurve në krah, ndërsa edhe në raste pak më të rralla bëhet kur është impingimenti, si biseduam më herët, domethënë kur pjesa sipërme akromioni nxen me humerusin, edhe nxen tetivën në mes, bëhet lirimi i kosës, prehet një pjesë e kosës përmes artroskopit që krahut ketë hapësirë që pacienti ta lëviz krahun më lehtë. Po sa gjatë rikuperimi tek ta Zakonisht pavarësisht prej ndërhyrjes, në princip të ndërhyrjet më thjeshta, të heqja e gurve në krah, rehabilitimi është shumë i shpejtë, disa ditë, ndërsa te pacientët të cilët është shkep tetiva e krahut, muskujt supraspinat, infraspinat, subscapular, zakonisht trajtimi është rehabilitimi është 6 javë deri në 12 javë. Po ashtu edhe te pacientët të cilët kanë pas luksacion të krahut, rehabilitimi dikur është 6 javë. Ndërsa kthimi në jetën normale dhe në sport në general është 3 deri në 4 muaj. A është kjo procedurë e dhimbshme për pacientin edhe çfarë ju rekomandoni pacientit të bëj pas një operacioni të tillë? Zakonisht pothuajse shumica pacientave problemi kryesor është friga nga operacioni, për shkak se tek ne edhe si popullat, domethënë ndërhyrjet kirurgjikale, tash vitet e fundit janë më të shpeshta, më herët nuk ka pas ndërhyrje, ndoshta për shkak të zhvillimit të mjekësisë kështu me radhë. Dhimbje zakonisht pacientat nuk kanë, po mund të pas 24 orë të para, mirë po menaxhimi i dhimbjes është efikas edhe pacientat pas disa ditë nuk e ndjejnë që ka pas operim. Normalisht kjo varet edhe nga për çfarë arsye është bërë operimi, po në general në shumicën e rasteve pacientat nuk kanë dhimbje, edhe mund të kryejnë aktivitetet e përditshme si për shembull ngrënia kështu me radhë, ndërsa pas operimit te një pjesë të caktuar këto në pacientët duhet të marrin një farë arm sling apo mbajtjen e dorës për disa javë deri kur indet të shëruara përmes artroskopit të shërohen vetvetivat që pacienti mund të kthehet pastaj në lëvizje normale.